një baba beqar lufton për të ruajtur harmoninë në shtëpi ndërsa ndihmon vajzën të kapërcej pasiguri. Gjithçka ndryshon kur një mesazh intim i dërguar gabimisht zbulon cenueshmërinë e tij para dikujt të papritur. Përgjigjja që merr thyen heshtjen dhe zgjon një lidhje të papritur. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Arbeni rregulloi volumin e televizorit ndërsa vëzhgonte dritën, të përqendruar në vizatimet e saj në tavolinën e sallonit. Vajza 7 vjeçare kafshonte majën e lapsit me ngjyra, duke u përpjekur të zgjidhte nuancën perfekte për të pikturuar flokët e princeshës që kishte vizatuar. Ishte një skenë rutinë në shtëpinë e tyre në një qytet të vogël, por që ende i sillte atë shtrëngim në gjoks që ai e njihte aq mirë. Shkolla kishte dërguar një qarkore për projektin e panajirit të shkencës javën e kaluar, dhe drita nuk kishte zgjedhur ende temën e saj. Arbeni e dinte se duhej ta ndihmonte, por i rrëfente vetes se shkenca nuk kishte qenë kurrë pika e tij e fortë. Si profesor i edukimit fizik, ekspertiza e tij ishte në fushat e futbollit dhe në fushat e basketbollit, jo në eksperimente me vulkane me sodë buke. Babi, mendon se mësuesja Anjeza do ta pëlqejë vizatimin tim? Drita ngriti letrën duke treguar princeshën me flokë të artë që kishte krijuar. Arbeni ndiu një nyje në fyt kur kuptoi se princesha i ngjante shumë personit që i tregonte dritës histori para gjumit, gati 2 vjet më parë. Jam i sigurt që ajo do ta pëlqejë shumë, e vogla ime, u përgjigj Arbeni, duke i çrregulluar me dashuri flokët e errët të vajzës. Por nuk duhet të mendosh për projektin e panajirit të shkencës? Mban mend që prezantimi është javën e ardhshme? Drita bëri një fytyrë të vrenjtur. Është shumë e vështirë, babi. Unë nuk kuptoj asgjë nga këto gjëra. Olta nga klasa ime ka zgjedhur të bëj përbimet mishngrënëse dhe Pietri do të flasë për planetet. Unë nuk di asgjë nga këto. Arbeni u ul pranë vajzës duke e tërhequr atë në një përqafim. Hej, ti je shumë inteligjente. Jam i sigurt që do të gjejmë diçka interesante për të prezantuar. Si thua të mendojmë për diçka që lidhet me trupin e njeriut? Unë mund të ndihmoj me këtë. Sytë e dritës u ndriçuan për një moment, por shpejt u kthyen të tregonin pasiguri. Vërtet mendon kështu, babi? Po sikur të harroj gjithçka në momentin e prezantimit? Po sikur të tjerët të më qeshin? Arbeni e njihte atë ankth. Drita kishte qenë gjithmonë një fëmijë e ndjeshme, por në muajt e fundit kishte zhvilluar një ndrojtje që e shqetësonte. Në shkollë, mësueset komentonin se ajo izolohej gjatë pushimit dhe kishte vështirësi të merrte pjesë në aktivitetet në grup. Arbeni pyeste veten nëse ishte përgjegjësia e tij, nëse në një farë mënyre ai nuk po arrinte të plotësonte të gjitha nevojat emocionale të vajzës. Askush nuk do të qesh, Drita. Dhe nëse harron diçka, nuk ka problem. E rëndësishme është të provosh, apo jo? Arbeni e puthi në majë të kokës. Si thua të darkojmë diçka dhe pastaj të mendojmë së bashku për ide për projektin tënd? Ndërsa përgatiste një sanduiç të thjeshtë për darkë, Arbeni vëzhgoi Dritën nga dritarja e kuzhinës. Ajo ishte kthyer të vizatonte, por tani bënte vija më të forta, pothuajse të irrituara. Ai pshertiu, duke ndjerë peshën familjare të përgjegjësisë për të rritur një fëmijë vetëm. Kishte momente kur ndihej plotësisht i humbur, sikur po lundronte në ujëra të panjohura pa harë. Pas darkës, babai dhe vajza u vendosën në divan me një libër shkence që Arbeni kishte marrë hua nga biblioteka e shkollës. Shfletuan faqe për sistemin diellor, ciklin e ujit dhe llojet e ndryshme të kafshëve, por Drita dukej e shpërqendruar. Sytë e saj largoheshin vazhdimisht drejt raftit ku ishin fotot e familjes. Babi, tha ajo papritur, duke ndërprer leximin për fotosintezën. Mendon se mami do të ishte krenare për mua nëse do të arrija të bëja një projekt të mirë? Pyetja e kapi Arbenin të papërgatitur. Ata kishin vendosur një rregull të heshtur për të folur për nënën e Dritës kur ajo dëshironte, por kohët e fundit këto momente ishin bërë më të rralla. Arbeni gjithmonë përpiqej të ishte i sinqert me vajzën, edhe kur pyetjet ishin të vështira për t'u përgjigjur. Jam absolutisht i sigurt që do të ishte, u përgjigj Arbeni, duke e tërhequr Dritën më pranë. Ajo ka qenë gjithmonë krenare për ty, e vogla ime. Mban mend si duar trokiste kur tregoje vizatimet e tua? Drita tundi kokën, një buzëqeshje e vogël shfaqej në fytyrën e saj. Ajo gjithmonë thoshte se unë isha një artiste. Dhe ti je, konfirmoi Arbeni.
Ndoshta mund të mendojmë për një projekt që kombinon artin dhe shkencën. Çfarë mendon? Ideja dukej se e gjallëroi dritën dhe ata kaluan disa minuta të tjera duke folur për mundësi. Kur Arbeni më në fund e vuri në shtrat, ishte pas orës 9 të mbrëmjes. Ai lexoi një histori, bëri lutjet që drita insistonte t'i bënte çdo natë dhe e puthi në ballë para se të fikte dritën. Kthyer në sallon, Arbeni u hodh në divan dhe mori celularin për të kontrolluar mesazhet e ditës. Kishte disa mesazhe në grupin e mësuesve të shkollës, një faturë për energjinë dhe një kujtesë nga dentisti për takimin e dritës javën e ardhshme. Asgjë urgjente, por vetmia e shtëpisë bosh gjithmonë e shqetësonte në ato orë. Ishte në ato momente të qeta që malli godiste më fort. Arbeni shikoi telefonin në duart e tij dhe, pa menduar shumë, hapi bisedën që mbante me numrin e vjetër. Ishte një zakon që kishte zhvilluar në muajt e parë pas largimit të trendafiles, një mënyrë për të përballuar nevojën për të ndarë momentet e vogla të përditshme. Filloi të shtypte, duke i lënë mendimet të rrjedhin përmes fjalëve. Drita është e shqetësuar për projektin e panajirit të shkencës. Ti gjithmonë dije si ta ndihmoje me këto gjëra. Ndihem i humbur ndonjëherë. Më mungon çdo ditë, por sot ishte veçanërisht e vështirë. Ajo pyeti nëse do të ishe krenare për të, dhe unë gati qava aty për aty. Arbeni pauzoi duke rilexuar mesazhin. Vazhdoi, nuk e di nëse po bëj gjithçka siç duhet, trendafile. Ndonjëherë kam frikë se ajo ka nevojë për diçka që unë nuk mund t'ia jap, ti gjithmonë ishe më e mirë në këto gjëra emocionale. Më mungon. Ndonjëherë dhemb aq shumë sa nuk mund të marr frymë. Pa menduar 2 herë, ai shtypi dërgo. Ishte pjesë e rutinës së tij, një mënyrë për të përpunuar ndjenjat që grumbulloheshin gjatë ditës. Arbeni e vendosi telefonin mënjan dhe shkoi në kuzhinë për të përgatitur çajin e mbrëmjes, një përzierje kamomili që e ndihmonte të relaksohej para gjumit. Ishte kur po kthehej në sallon që dëgjoi zërin e një njoftimi në celular. Arbeni rrudhi vetullat duke u habitur që merrte një mesazh kaq vonë. Mori aparatin dhe zemra gati i ndaloi kur pa se kishte një përgjigje për mesazhin që sapo kishte dërguar. Je mirë? Dëshiron të flasësh? Arbeni pulsoi disa herë duke u përpjekur të përpunonte atë që po shite. Kontrolloi përsëri numrin ku kishte dërguar mesazhin dhe ishte atëherë që kuptoi gabimin e tij. Numri nuk ishte i trendafiles. Në fakt, duke kontrolluar më mirë kontaktin, kuptoi se kishte dërguar mesazhin te Anjeza Meksi, koordinatorja pedagogjike e shkollës ku punonte. Një val paniku e pushtoi. Anjeza njihej për qëndrimin e saj të rrept dhe profesional. Ajo mbante një distancë të respektueshme nga të gjithë mësuesit, gjithmonë e përqendruar ekskluzivisht në çështje akademike. Arbeni nuk e kishte parë kur të buzëqeshte me të vërtetë, dhe tani i kishte dërguar asaj një nga mesazhet më intime dhe të cenueshme që kishte shkruar ndonjëherë. Duart i dridheshin ndërsa filloi të shtypte një shpjegim të dëshpëruar, duke u përpjekur të minimizonte turpin e situatës. Por para se të formulonte fjalët e duhura, në ekran u shfaq një mesazh tjetër nga Anjeza. Arben, kuptoj që mund të ketë qenë një gabim, por mesazhi yt më shqetësoi. Nëse ke nevojë të flasësh, do të jem në dispozicion. Nuk ke pse shpjegon nëse nuk ndihesh rehat. Përgjigjja e befasoi plotësisht. Nuk kishte gjykim në fjalët e saj, as turpin që ai priste. Në vend të kësaj, kishte diçka që ai nuk priste ta gjente te Anjeza Meksi, shqetësim i sinqert. Arbeni qëndroi duke parë ekranin e celularit për disa minuta, pa ditur si të përgjigjej. Një pjesë e tij donte të shpikte një justifikim, të shtirej sikur gjithçka kishte qenë një keqkuptim pa rëndësi. Por kishte diçka në mënyrën si Anjeza ishte përgjigjur që e bënte të hezitonte. Më në fund, ai shtypi, ishte një gabim, po. Zakonisht shkruaj mesazhe në numrin e vjetër të gruas sime. Është një mënyrë për të përballuar mirë, mund ta imagjinosh. Më fal që të shqetësova kaq vonë. Përgjigjja erdhi shpejt, nuk më shqetësoi. Dhe nuk ke pse kërkon falje që ke mall. Pushofsh mirë, Arben. Nesër flasim më mirë nëse dëshiron. Arbeni rilexoi mesazhin disa herë para se të përgjigjej me një faleminderit të thjeshtë dhe ta vendoste celularin mënjan. Ushtri atë natë me mendjen që i vlonte nga mendime kontradiktore. Kishte diçka në përgjigjen e Anjezës që e intrigonte, një mirësi që kontrastonte plotësisht me imazhin që ai kishte për të.
Ndërsa përpiqej të zinte gjumi, Arbeni e gjeti veten duke menduar nëse vërtet i njihte njerëzit me të cilët punonte çdo ditë. Anjeza kishte qenë gjithmonë një figurë e largët, pothuajse frikësuese, por përgjigjja e saj kishte zbuluar një empati që ai nuk priste ta gjente. Ndoshta kishte më shumë tek ajo se sa dukej në sipërfaqen e rrept që ajo shfaqte para botës. Gjumi vonoi të vinte dhe kur më në fund erdhi, Arbeni ëndërroi për biseda të papritura dhe lidhje që nuk i kishte imagjinuar kurrë të mundshme. Arbeni u zgjua të shtunën tjetër me zërin e dritës që shikonte filma vizatimor në sallon. Dielli i mëngjesit hynte përmes perdeve të dhomës dhe për një moment ai arriti të harronte turpin e natës së kaluar. Derisa kujtimet u kthyen si një val, mesazhi i dërguar gabimisht, përgjigja papritur e sjellshme e Anjezës, ndjenja e çuditshme e të qenit i kuptuar nga dikush që mezi e njihte. U ngrit duke u shtrirë dhe shkoi në kuzhinë për të përgatitur mëngjesin. Drita ishte ulur në dyshemen e sallonit, ende me pijame, plotësisht e zhytur në vizatimet në televizor. Ishte një ritual i së shtunës që ata kishin vendosur, filma vizatimor në mëngjes, pastaj disa punë shtëpie dhe, nëse koha lejonte, një shëtitje në parkun pranë lagjes Liria ku jetonin. Mirë mëngjes, e vogla ime, Arbeni e puthi në majë të kokës së vajzës. I ke larë dhëmbët? Përshëndetje, babi. Akoma jo, por do t'i laj menjëherë, u përgjigj Drita pa i hequr syt nga ekrani. A mund të pi çokoladë të nxehtë sot? Të lutem? Arbeni buzëqeshi. Sigurisht, por së pari dhëmbët, dakord? Ndërsa Drita vrapoi në banjë, Arbeni ndezi sobën për të ngrohur qumështin. Të shtunat gjithmonë sillnin një ndjenjë ndryshe në shtëpi, më të relaksuar, më të ngrohtë. Ishte atëherë kur ai mund të ishte thjesht baba, pa presionin e punës dhe përgjegjësive të shkollës. Zhurma e ziles e befasoi. Arbeni rudhi vetullat duke kontrolluar orën në murin e kuzhinës. Ishte vetëm 8:30 e mëngjesit, shumë herët për vizita. Ndoshta ishte postieri me ndonjë porosi, ose fqinja zonja Fiona me ndonjë ankesë për volumin e televizorit. Por kur hapi derën, Arbeni u ndesh me Anjeza Meksin, e cila qëndronte në verandë. Ajo kishte veshur një pulover blu të çelët dhe xhinse, një version krejtësisht ndryshe nga gruaja gjithmonë e veshur me kostume të errëta që ai e njihte nga shkolla. Në duar mbante një çantë termike dhe 2 filxhan kafe. Mirë mëngjes, Arben, tha Anjeza me një buzëqeshje të hezituar. Shpresoj të mos të shqetësoj me vizitën. Kam sjell kafe dhe disa materiale që mund ta ndihmojnë Dritën me projektin e panajirit të shkencës. Nëse nuk është një kohë e mirë. Arbeni mbeti i paralizuar për disa sekonda, duke përpunuar situatën. Anjeza ishte aty, në derën e shtëpisë së tij, duke ofruar ndihmë në një mënyrë që ai kurrë nuk do ta kishte imagjinuar të mundshme. Jo, hyr, të lutem. Drita po ha mëngjes. Anjeza hyri në sallon dhe Arbeni vuri re si ajo vëzhgonte diskretisht ambientin. Shtëpia nuk ishte e madhe, por ishte komode, e dekoruar me vizatime të Dritës në mure dhe foto të familjes të shpërndara në rafte. Kishte lodra të organizuara në një qoshe dhe libra të grumbulluar mbi tavolinën e qendrës. Babi, kush është? Drita u shfaq duke vrapuar nga korridori, duke u ndalur pa pritur kur pa vizitoren. Ajo e njohu Anjezën menjëherë dhe Arbeni vuri re një përzierje kureshtjeje dhe ndrojtjeje në fytyrën e vajzës. Përshëndetje, Drita, Anjeza u ul për të qenë në lartësinë e vajzës. Unë jam mësuesja Anjeza, nga koordinimi i shkollës tënde. Babai yt më tregoi për projektin e panajirit të shkencës dhe unë kam sjell disa ide që mund të të interesojnë. Dëshiron t'i shohësh? Arbeni vëzhgoi ndërveprimin me magjepsje. Zëri i Anjezës kishte ndryshuar plotësisht, duke u bërë më i butë, më i ngrohtë. Ishte sikur ajo kishte hequr një maskë që përdorte në shkollë, duke zbuluar një person krejtësisht ndryshe poshtë saj. Drita tundi kokën me ndrojtje dhe Anjeza hapi çantën që kishte sjell. Brenda nxori shishe me lëngje me ngjyra, një mikroskop të vogël portativ, disa bim në vazo të vogla dhe një set bazë kimie për fëmijë. Kam sjell edhe çokoladë të nxehtë, tha Anjeza, duke nxjerrë një shishe termike nga çanta. Mendova se mund t'ju pëlqente. Çokoladë e nxehtë. Drita bërtiti, sytë e saj u ndriçuan. Babi do të ma bënte, por e jotja duhet të jetë shumë më e mirë. Anjeza qeshi dhe zëri e befasoi Arbenin.
Ishte një qeshje e sinqertë, spontane, krejtësisht ndryshe nga buzëqeshjet e sjellshme që ajo ofronte në shkollë. Nuk e di nëse është më e mirë, por është bërë me dashuri. Si thua ta provojmë dhe të vendosim së bashku? Në minutat në vijim, kuzhina e Arbenit u shndërrua në një ambient krejtësisht të ri. Anjeza shërbeu çokoladën e nxehtë në filxhan me ngjyra që drita zgjodhi, ndërsa Arbeni përgatiste dolli. Biseda rrjedhi natyrshëm, me Anjezën që pyeste për interesat e dritës dhe vajzën që përgjigjej me entuziazëm në rritje. Më pëlqen shumë të vizatoj, tha drita, duke i treguar disa nga punimet e saj Anjezës. Por shkenca është shumë e vështirë. Nuk kuptoj si funksionojnë gjërat. E di, drita, shkenca është kudo rreth nesh, shpjegoi Anjeza, duke marrë një nga vizatimet e vajzës. Shiko këtë vizatim të ylberit që ke bërë. A e dije se mund të krijosh një ylber brenda shtëpisë? Sytë e dritës u zgjeruan. Vërtet? Vërtet. Dhe është super e lehtë. Na duhet vetëm ujë, një pasqyrë e vogël dhe drita e diellit. Anjeza shikoi Arbenin. Ke një pasqyrë që mund ta përdorim? Arbeni solli një pasqyrë dore dhe Anjeza udhëzoi dritën në një eksperiment të thjeshtë në tavolinën e kuzhinës. Me një gotë ujë, pasqyrën të pozicionuar në një kënd specifik dhe dritën e diellit që hynte nga dritarja, ato arritën të projektonin një ylber të vogël në mur. Unë e bëra këtë. Drita bërtiti, duke duar trokitur. Shiko, babi, unë bëra një ylber të vërtetë. Arbeni ndjeu një emocion të papritur kur pa gëzimin e vajzës. Kishte javë që nuk e shihte dritën kaq të entuziazmuar për diçka që lidhej me shkollën. Anjeza kishte arritur, në pak minuta, të zgjonte te vajza një interes që ai nuk kishte mundur ta gjeneronte në ditë të tëra përpjekjesh. Ky mund të jetë projekti yt i panajirit të shkencës, sugjeroi Anjeza. Mund të eksplorojmë si drita e bardhë ndahet në ngjyra të ndryshme dhe ti mund të bësh vizatime që tregojnë procesin. Kombinon shkencën me artin, që është pikërisht pika jote e fortë. A mund të bëj vizatime për të shpjeguar? Pyeti drita, e emocionuar. Sigurisht. Në fakt, projektet më të mira janë ato që kombinojnë forma të ndryshme të mësuarit. Ti mund të vizatosh, të bësh eksperimente dhe madje të tregosh një histori për dritën dhe ngjyrat. Arbeni vëzhgoi ndërveprimin mes Anjezës dhe dritës me admirim në rritje. Anjeza nuk po ndihmonte vetëm me projektin, ajo po lidhej me të vërtet me vajzën e tij, duke gjetur një mënyrë për të transformuar ankthin e dritës në entuziazëm. Kaluan gjithë mëngjesin duke zhvilluar ide për projektin. Anjeza kishte sjell materiale dhe sugjerime të ndryshme, por gjithmonë duke i lejuar dritës të bënte zgjedhjet dhe zbulimet e saj. Ajo shpjegonte koncepte shkencore në mënyrë të thjeshtë, duke përdorur analogji që një fëmijë 7 vjeçar mund t'i kuptonte lehtësisht. Gjatë drekës, e cila u zgjat natyrshëm me Anjezën që qëndroi për të ngrënë me ta, biseda u thellua. Drita tregonte histori nga shkolla, nga shokët e klasës, nga mësuesit që i pëlqenin dhe nga ata që e bënin të ndihej nervoze. Ndonjëherë kam frikë të flas para klasës, pranoi drita, duke luajtur me makaronat me salcë që Arbeni kishte përgatitur. Po sikur të harroj gjithçka. Po sikur të tjerët të qeshin. Anjeza u përkul përpara, duke i kushtuar vëmendje të plot shqetësimit të vajzës. E di, drita, të gjithë ndihen nervoz ndonjëherë. Edhe të rriturit. Dëshiron të tregoj një sekret? Drita tundi kokën me etje. Kur isha e vogël, pak a shumë në moshën tënde, edhe unë kisha shumë frikë të flisja para njerëzve. Një ditë, në shkollë, duhej të prezantoja një punim për fluturat. Kisha studiuar aq shumë, dija gjithçka për temën, por kur erdhi radha ime, thjesht u bllokova. Çfarë ndodhi? Pyeti drita, plotësisht e zhytur në histori. Shikova mësuesen, pastaj shokët e klasës dhe nuk mund të thosha asgjë. Pastaj mu kujtua diçka që më kishte thënë nëna ime, se kur ndihemi nervoz, mund të imagjinojmë se po i tregojmë historinë dikujt që e duam shumë. Kështu që imagjinova se po i tregoja për fluturat asaj dhe fjalët filluan të dilnin natyrshëm. Arbeni vuri re një hije që kaloi në fytyrën e Anjezës kur ajo përmendi nënën, por ajo shpejt u kthye të buzëqeshte dritës. Dhe funksionoi? Pyeti drita. Funksionoi në mënyrë perfekte. Dhe e di çfarë tjetër? Pas asaj dite, zbulova se e adhuroj të mësoj dhe të flas për gjëra që më interesojnë. Frika nuk u zhduk plotësisht, por mësova se është normale të ndjesh ndonjëherë një ndjesi të ftohtë në stomak.
Një ndjesi të ftohtë në stomak, përsëriti Drita duke qeshur me shprehjen. Ashtu ndihem edhe unë. Atëherë ti tashmë e di çfarë është. Dhe në ditën e prezantimit tënd, nëse ndjen atë ndjesi të ftohtë, kujtohu të imagjinosh se po i tregon për ylberin dikujt të veçantë, dakord? Drita tundi kokën duke u dukur më e sigurt. Arbeni vëzhgoi dialogun me një përzierje mirënjohjeje dhe befasje. Anjeza kishte një aftësi natyrore për të trajtuar fëmijët që ai kur nuk e kishte imagjinuar. Në shkollë, ajo gjithmonë dukej aq e largët, aq e përqendruar në çështje burokratike, sa ishte e vështirë të imagjinoje këtë version më njerëzor dhe të aksesueshëm. Pas drekës, Anjeza ndihmoi Dritën të organizonte një orar për projektin, duke ndarë detyrat në faza të vogla që nuk dukeshin frikësuese. Ata bën një listë të materialeve të nevojshme, skicuan vizatimet që Drita donte të përfshinte dhe madje ushtruan një prezantim të shkurtër. Kur Anjeza më në fund u përgatit të largohej, ishte tashmë mesdita e pasdites. Drita vrapoi për ta përqafuar, një gest spontan që qartësisht e kapi Anjezën të papritur, por që ajo ja ktheu me dashuri të sinqertë. Faleminderit që më ndihmove me projektin, tha Drita. A mund të telefonoj nëse kam nevojë për ndihmë? Anjeza shikoi Arbenin, i cili tundi kokën diskretisht. Sigurisht, e vogla ime. Sa herë të kesh nevojë. Arbeni e shoqëroi Anjezën deri te dera, ende duke përpunuar gjithçka që kishte ndodhur atë ditë. Anjeza, unë nuk di si të falenderoj. Drita nuk kishte treguar kaq shumë entuziazëm për diçka nga shkolla për një kohë të gjatë. Nuk ka pse falenderon, Arben. Ajo është një vajzë e veçantë, shumë inteligjente dhe e ndjeshme. Vetëm i duhej dikush që të gjente mënyrën e duhur për të zgjuar besimin e saj. Ata qëndruan në verandë për një moment, një heshtje e rehatshme mes tyre. Arbeni vuri re se Anjeza dukej ndryshe jo vetëm në sjellje, por edhe në qëndrim. Ishte sikur kalimi i ditës me ta kishte relaksuar diçka tek ajo që ishte vazhdimisht e tensionuar. Anjeza, tha Arbeni më në fund, përmbrëm mesazhi. Arben, ajo e ndërpreu butësisht, të gjithë kemi mënyra për të përballuar mungesën e njerëzve të rëndësishëm. Nuk ka asgjë të keqe në këtë. Në fakt, u preka që ndave diçka kaq personale, edhe nëse ishte aksidentalisht. Kishte diçka në sytë e saj në atë moment, një kuptim që shkonte përtej situatës së menjëhershme. Arbeni pati përshtypjen se Anjeza fliste nga përvoja e saj, sikur edhe ajo e njihte intimisht peshën e vetmisë dhe të mallit. Mirë, tha Anjeza, duke u kthyer në tonin më të lehtë, shpresoj që Drita të ndihet më e sigurt tani. Dhe nëse keni nevojë për ndonjë gjë për projektin, mos hezitoni të më kërkoni. Arbeni e vëzhgoi atë duke u larguar nëpër rrugë, duke ecur me hapa më të çlodhur se sa ata që zakonisht shiten në korridoret e shkollës. Kur mbylli derën dhe u kthye në sallon, gjeti Dritën tashmë duke organizuar materialet e saj të artit për të filluar vizatimet e projektit. Babi, tha ajo pa i ngritur syt nga letra, më pëlqen mësuesja Anjeza. Ajo është e mirë, apo jo? Po, e vogla ime, u përgjigj Arbeni, ende duke menduar për transformimin që kishte para atë ditë. Shumë e mirë. Java në vijim solli një ndryshim të hollë, por të dukshëm, në dinamikën e shkollës. Arbeni vuri re se Anjeza e përshëndeste ndryshe në korridore, me një tundje koke më të ngrohtë dhe një buzëqeshje që dukej e sinqertë. Nuk ishte asgjë e dukshme, asgjë që do të tërhiqte vëmendjen e mësuesve të tjerë, por kishte një lidhje të heshtur mes tyre që nuk ekzistonte më parë. Drita, nga ana e saj, u zhyt thellë në projektin e panajirit të shkencave. Çdo mbrëmje, pas darkës, ajo i kushtohej vizatimeve dhe eksperimenteve që Anjeza kishte sugjeruar. Arbeni vëzhgonte me gëzim të rinovuar si vajza kishte rimar entuziazmin për shkollën dhe, veçanërisht, besimin në vetvete. Të njëjtën, gjatë pushimit mes orëve të edukimit fizik, Arbeni mori një mesazh nga Anjeza, si po shkon projekti i Dritës. Nëse dëshironi, mund të kaloj nga ju në fundjavë për të parë progresin. Arbeni hezitoi para se të përgjigjej. Vizita e Anjezës të shtunën e kaluar kishte qenë e papritur, por natyrale. Taftonte përsëri duke një hap i qëllimshëm drejt diçkaje që ai nuk dinte mirë si ta definonte. Por duke menduar për Dritën dhe sa shumë prania e Anjezës kishte ndihmuar vajzën e tij, ai shtypi, Drita do të ishte shumë e lumtur. Si thua për të dielën? Mund të përgatis një drekë. Përgjigjja erdhi shpejt, do të më pëlqente shumë. A mund të sjell ëmbëlsirë?
Të dielën, Arbeni u zgjua më herët se zakonisht, me një energji të ndryshme që I rrinte në vena. Kishte diçka stimuluese në perspektivën e pritjes së Anjezës përsëri, të shikimit të dritës duke ndërvepruar me të ndarjes së një momenti shtëpiak me dikë përveç vajzës. Kishte kohë që nuk e kishte ndjerë këtë pritje për një vizitë. Drita u zgjua pak më vonë, duke pyetur tashmë nëse Anjeza po vinte. Ajo tha se do të sillte ëmbëlsirë. Mendon se do të jetë tort? Apo byrek? Apo puding? Nuk e di, e vogla ime, por jam I sigurt që do të jetë e shijshme, u përgjigj Arbeni, duke buzëqeshur nga emocionet e vajzës. Si thua ti tregosh asaj të gjitha vizatimet që ke bërë këtë javë? Drita vrapoi në dhomë për të marrë dosjen e saj të punimeve, dhe Arbeni shfrytëzoi rastin për të kontrolluar drekën që po përgatiste. Kishte vendosur të bënte diçka të veçantë, një risotto pule me shafran që kishte mësuar ta bënte duke parë video në internet, shoqëruar me një sallatë shumë ngjyrëshe dhe bukë shtëpie. Kur Anjeza mbërriti, saktësisht në mesditë, Drita hapi derën para se Arbeni të dilte nga kuzhina. Mësuese Anjeza. Shiko sa vizatime kam bërë. Dhe tashmë di të shpjegoj gjithçka për dritën dhe ngjyrat. Anjeza hyri duke mbajtur një kuti kartoni dhe një buzëqeshje rrezatuese. Sa mirë, Drita. Mezi pres t'i shoh të gjitha. Dhe kam sjell një tort me moll që e bëra mbrëm. Tort me moll. Drita duar trokiti. Është ëmbëlsira ime e preferuar. Arbeni u shfaq duke fshirë duart në një peshqir kuzhine dhe vuri re menjëherë se Anjeza duke I më e relaksuar se javën e kaluar. Ajo kishte veshur një fustan të thjeshtë pambuku blu dhe kishte lëshuar flokët, të cilat në shkollë gjithmonë I mbante të lidhura në një topuz të rreptë. Shpresoj të mos të shqetësoj era e shafranit, tha Arbeni, duke bërë me dorë drejt kuzhinës. Vendosa të provoj diçka të re sot. Më pëlqen shafrani, u përgjigj Anjeza, duke thithur diskretisht aromën që vinte nga kuzhina. Nëna ime bënte një risotto të ngjashme kur isha e vogël. Era më sjell kujtime të mira. Ishte hera e dytë që Anjeza përmendte nënën dhe Arbeni vuri re se kishte një melankoli të butë në zërin e saj kur fliste për të. Por para se të reflektonte më tej për këtë, Drita tashmë po e tërhiqte Anjezën drejt tavolinës së sallonit, e etur për t'i treguar të gjitha punimet e saj. Shiko, mësuese Anjeza. Kam bërë këtë vizatim që tregon si Drita hyn në prizëm dhe ndahet në ngjyra. Dhe këtu kam vizatuar eksperimentin e ylberit që bëm. Dhe ky këtu tregon pse qielli është blu. Anjeza ekzaminoi çdo vizatim me vëmendje të sinqertë, duke bërë pyetje që tregonin se ishte vërtet e interesuar për punën e Dritës. Arbeni vëzhgonte nga larg, I impresionuar nga durimi dhe kujdesi që Anjeza I kushtonte vajzës së tij. Drita, këto vizatime janë fantastike. Ti ke kuptuar vërtet konceptet dhe mënyra jote e shpjegimit përmes artit është brillante. Anjeza shikoi Arbenin. Ajo ka një talent të veçantë për të transformuar ide komplekse në diçka vizuale dhe të kuptueshme. Gjatë drekës, biseda rrjedhi natyrshëm mes të treve. Drita tregoi për javën në shkollë, për shokët e klasës që ishin të emocionuar me projektet e tyre dhe për mënyrën si ndihej më e sigurt për prezantimin. E di, mësuese Anjeza, tha Drita ndërsa hante risotton, po mendoja për atë që the për të imagjinuar se po I tregoj historinë dikujt të veçantë. A mund të imagjinoj se po I tregoj ty dhe babit? Anjeza buzëqeshi, e prekur nga pafajësia e pyetjes. Sigurisht që mund, e dashur. Do të jetë një nder të jem në imagjinatën tënde gjatë prezantimit. Arbeni vuri re si sytë e Anjezës u ndriçuan nga përgjigjja e Dritës dhe ndiu një emocion të çuditshëm në gjoks. Kishte diçka thellësisht prekse në mënyrën si Anjeza ndërvepronte me vajzën e tij, sikur ajo kuptonte saktësisht çfarë I duhej Dritës. Pas drekës, ndërsa Drita luante në kopshtin e vogël që kishin në fund të shtëpisë, Arbeni dhe Anjeza qëndruan në verandë duke pirë kafe. Ishte një moment më intim, pa praninë e gjallë të vajzës për të mbushur heshtjet. Anjeza, tha Arbeni, duke vëzhguar Dritën që luante me lulet, a mund të pyes diçka personale? Ajo e shikoi me kurreshtje. Sigurisht. Ti ke një aftësi natyrore me fëmijët që më impresionon. Është sikur ti di saktësisht çfarë të thuash, si të lidhesh. Por në shkollë, ti gjithmonë je dukur mirë, më e largët. Pse? Anjeza qëndroi në heshtje për disa momente, duke përzier kafen me lugën e vogël.
Mendoj se kam krijuar një armatur ndër vite, tha ajo më në fund. Në punë ndjej se duhet të shihem si serioze, kompetente, dikush që e mban nën kontroll. Është më e lehtë të mbash distancë se sa të ekspozohesh. Dhe jashtë punës? Anjeza buzëqeshi me një trishtim të butë. Jashtë punës nuk kisha shumë me këtë lidhesha. Jeta ime ishte reduktuar në aspektin profesional prej kohësh. Arbeni vuri re se kishte një histori më të thella aty, por nuk donte të ushtronte presion. Në vend të kësaj, tha, Drita solli diçka ndryshe për ty, apo jo? Po, solli, pranoi Anjeza, duke vëzhguar vajzën që tani ndiqte një flutur mes bimëve. Ajo më kujton veten time kur isha fëmijë. Inteligjente, e ndjeshme, por me frikë të tregonte këtë botës. E humbe nënën tënde shumë e re, pyeti Arbeni butësisht, duke kujtuar përmendjet e mëparshme. Anjeza tundi kokën, një hije kaloi në fytyrën e saj. Isha 8 vjeçe. Ishte e vështirë. Babai im nuk dinte si të përballej me një vajzë të vogël dhe me dhimbjen e tij në të njëjtën kohë. Përfundova duke mësuar të isha shumë e pavarur, shumë e mbyllur. Arbeni ndjeu një val dhe mshurie për të. Imagjinoj që ka qenë shumë e vështirë. Po. Dhe për një kohë të gjatë, i mbajta njerëzit larg sepse ishte më e lehtë. Derisa. Ajo hezitoi, sikur po vendoste sa të zbulonte. Derisa u martova dhe mendova se kisha gjetur dikë me të cilin mund të isha vetvetja. Por edhe kjo nuk zgjati. Kishte një dhimbje të thellë në zërin e Anjezës dhe Arbeni kuptoi se ajo po ndante diçka shumë personale me të. Nuk ke pse flet për këtë nëse nuk dëshiron. Në fakt, më bën mirë të flas, tha Anjeza, e befasuar nga sinqeriteti i saj. Ka shumë kohë që nuk kam folur për këto gjëra me dikë. Drita u kthye duke vrapuar, duke ndërprer momentin intim, por jo në një mënyrë të pakëndshme. Ajo mbante disa lule të vogla që kishte mbledhur. Shiko, mësuese Anjeza. Këto janë për ty. Anjeza i mori lulet me një buzëqeshje të sinqertë, qartësisht e prekur nga gjesti. Faleminderit, Drita. Janë të bukura. A mund të tregoj dhomën time? Kam më shumë vizatime atje. Anjeza shikoi Arbenin, i cili tundi kokën. Sigurisht do të doja t'i shija. Ndërsa Drita udhëhoqi Anjezën nëpër shtëpi, Arbeni qëndroi në verandë duke reflektuar për bisedën që kishin pasur. Kishte shtresat e Anjeza që ai sapo po fillonte t'i zbulonte, një kompleksitet emocional që shpjegonte si ashpërsinë e saj profesionale, ashtu edhe mirësinë që tregonte në momente private. Kur ato u kthyen, Drita ishte edhe më e emocionuar. Babi, mësuesja Anjeza tha se mund ta telefonoj nëse ndihem nervoze para prezantimit. Dhe ajo do të jetë aty duke më parë. Do të mbështes shumë, i tha Anjeza Dritës. Jam e sigurt që do të shkosh mrekullisht mirë. Pasditja kaloi shpejt me Anjezën që ndihmoi Dritën të ushtronte prezantimin disa herë. Ajo ofroi sugjerime të hollësishme mbi mënyrën si të organizonte idetë dhe si të përdorte vizatimet në mënyrë më efektive, por gjithmonë duke i lejuar Dritës të ruante personalitetin e saj në prezantim. Kur erdhi koha që Anjeza të largohej, Drita ishte dukshëm e trishtuar. A do të kthehesh të dielën tjetër? Anjeza shikoi Arbenin, i cili ndjeu zemrën t'i rrite pak më shpejt. Nëse babai yt nuk e ka problem. Sigurisht që mund të kthehesh, tha Arbeni shpejt. Në fakt, do të ishte mirë të kishim këtu. Drita duartrokiti, tashmë duke bërë plane për takimin tjetër. A mund të tregoj librin tim të preferuar me histori? Dhe ndoshta mund të bëjmë më shumë eksperimente. Pasi Drita shkoi për të përshëndetur Anjezën me një përqafim tjetër të ngushtë, Arbeni e shoqëroi deri te porta. Anjeza, faleminderit shumë për sot. Dhe për gjithçka që po bëm për Dritën. Ajo është shumë më e sigurt. Arben, është kënaqësi të jem këtu. Ju të dy keni sjell diçka në jetën time që as nuk e dija se më mungonte. Kishte një cenueshmëri në zërin e saj që e preku Arbenin thellë. Çfarë do të thuash? Anjeza hezitoi, sikur po zbulonte një sekret. Lehtësi. Gëzim i thjeshtë. Ndjenja e të qenit pjesë e një familjeje, edhe nëse është vetëm për disa orë. Arbeni ndjeu diçka të lëvizte në gjoks, një emocion që nuk e kishte ndjerë prej kohësh. Nuk ishte vetëm mirënjohje për ndihmën me Dritën, ishte diçka më e thellë, më komplekse.
Anjeza, tha ai butësisht, ti do të jesh gjithmonë e mirë pritur këtu. Ti e bërë e rëndësishme për ne të dy. Anjeza buzëqeshi dhe për herë të parë që nga takimi i tyre, Arbeni pa lok të formoheshin në sytë e saj. Nuk ishin lot trishtimi, por diçka e ngjashme me lehtësim ose mirënjohje. Shihemi të dielën, atëherë, tha ajo, duke i prekur lehtë krahun para se të shkonte drejt makinës. Arbeni qëndroi te porta duke e vëzhguar atë të largohej, duke ndjerë se diçka thelbësore kishte ndryshuar atë ditë. Nuk ishte vetëm për Anjezën që po hapej ndaj tyre, ai vetë po hapej ndaj mundësisë që ndoshta jeta mund të ofronte lidhje të papritura, njerëz që shfaqen kur më pak i pret dhe mbushin hapësira që as nuk e dinim se ekzistonin. Panajri i shkencës erdhi të premten në vijim dhe drita u zgjua me një përzierje entuziazmi dhe nervozizmi që ishte pothuajse e prekshme. Arbeni përgatiti mëngjesin e saj të preferuar dhe vazhdoi të përsëriste fjalë inkurajimi ndërsa ajo ushtronte prezantimin e saj për herë të fundit. Mban mend çfarë tha mësuesja Anjeza, përsëriti Arbeni ndërsa ndihmonte dritën të organizonte materialet në çantë. Imagjino se po i tregon historinë dikujt që e do shumë. Do të imagjinoj se po ua tregoj ty dhe asaj, u përgjigj drita duke përqafuar baban. Ju do të jeni aty, apo jo? Sigurisht që po, e vogla ime. Nuk do ta humbisja për asgjë në botë. Në shkollë, gjimnazi u shndërrua në një hapësirë ekspozitash, me tavolina të shpërndara ku çdo fëmijë do të prezantonte projektin e tij. Arbeni mbërriti disa minuta para orës së prezantimit të dritës dhe gjeti Anjezën duke organizuar disa karrige pranë tavolinës së vajzës. Si është ajo? Pyeti Anjeza, duke vënë re shprehjen e shqetësuar të Arbenit. Nervoze, por e emocionuar. Mendoj se do të shkosh mirë. Arbeni vëzhgoi dritën duke biseduar me entuziazëm me Pietrin, i cili ishte në tavolinën ngjitur. Anjeza, nuk di si të falënderoj për gjithçka që bëre për të. Ajo është ndryshe. Më e sigurt. Anjeza buzëqeshi duke i prekur lehtë krahun. Ajo vetëm kishte nevojë për dikë që të besonte tek ajo. Dhe shiko sa rrezatuese është sot. Kur erdhi radha e dritës për të prezantuar, ajo mori frymë thellë, shikoi Arbenin dhe Anjezën në audiencë dhe filloi të fliste. Zëri i saj, fillimisht i ndrojtur, mori forcë ndërsa ajo shpjegonte eksperimentet me dritën, duke treguar vizatimet e saj dhe duke demonstruar si të krijonte një ylber të vogël me një gotë ujë dhe një pasqyrë. Drita e bardhë është si një kuti me shkumsa me ngjyra, tha drita, duke përdorur një analogji që e kishte krijuar vetë. Duket se është vetëm një ngjyrë, por kur e shikon mirë, ka të gjitha ngjyrat e botës brenda saj. Arbeni ndjeu sytë ti mbusheshin me lot nga krenaria dhe kur shikoi Anjezën, pa se edhe ajo ishte e emocionuar. Kishte diçka thellësisht prekse në të parit dritën duke kapërcyer frikërat e saj, duke folur me qartësi dhe pasion për diçka që kishte mësuar ta donte. Kur drita përfundoi prezantimin e saj, ajo mori një duartrokitje entuziaste. Ajo vrapoi për të përqafuar Arbenin dhe Anjezën, rrezatuese nga lumturia dhe lehtësimi. Ja dola dhe nuk harrova asgjë. Ti ishe e mrekullueshme, e dashur, tha Anjeza, duke e përqafuar fort. Prezantimi më i mirë që kam parë ndonjëherë. Më vonë, pasi projektet u vlerësuan dhe fëmijët u liruan, Arbeni, Anjeza dhe Drita shkuan të festonin me një akullore në akulltoren pranë shkollës. Drita nuk ndalonte së foluri për sa krenare ishte ndjerë, për komplimentet që kishte marrë nga gjyqtarët, për sa shumë donte të bënte më shumë projekte shkencore. Mësuese Anjeza, tha Drita ndërsa lëpinte akulloren e saj me lule shtrydhe, a mund të më ndihmosh edhe me projektin tjetër? Sigurisht do të ishte kënaqësi, u përgjigj Anjeza, dhe Arbeni vuri re si ajo ishte bërë natyrshëm pjesë e jetës së tyre. Atë natë, pasi vuri Dritën në shtrat, Arbeni i telefonoi Anjezës. Kishte diçka që donte të thoshte, një mirënjohje që shkonte përtej fjalëve të thjeshta. Anjeza, e di që të kam falënderuar disa herë, por doja që të dije sa e rëndësishme ishte dita e sotme për Dritën. Për ne të dy. Arben nuk ka pse falënderon. Të shoh lumturinë e saj sot ishte dhuratë e mjaftueshme për mua. Pati një heshtje të rehatshme në linjë dhe pastaj Arbeni e dëgjoi veten duke thënë, si thua të darkojmë së bashku nesër? Vetëm ne të dy. Drita do të flej në shtëpinë e gjyshes. Pauza e Anjezës ishte e shkurtër, por Arbeni mund të dëgjonte frymëmarrjen e saj në telefon. Unë po, do të më pëlqente shumë. Të shtunën në mbrëmje, Arbeni u rregullua me një kujdes që nuk e kishte pasur prej kohësh.
Zgjodhi një këmish blu që trendafile gjithmonë thoshte se I shkonte mirë, por pastaj hezitoi dhe e ndërroi me një jeshile. Nuk donte që nata të ishte një krahasim me të kaluarën, donte të ishte diçka e re, diçka vetëm e tyre. Anjeza mbërriti saktësisht në orën 7, e veshur me një fustan të kuq diskret që theksonte sytë e saj të errët. Arbeni kishte përgatitur një darkë të thjeshtë por të kujdesshme, salmon të pjekur në skar, risotto me limon sicilian dhe një shishe verë të bardhë që e kishte ruajtur për një rast të veçantë. Ti gatuan shumë mirë, tha Anjeza pas kafshatës së parë. Ku e mësove? Universiteti YouTube, qeshi Arbeni. Pasi trendafile mirë, pasi mbeta vetëm me dritën, duhej të mësoja. Në fillim, jetonim me makarona instant dhe pica të ngrira. Ishte hera e parë që ai përmendte trendafilen në praninë e Anjezës dhe vuri re si emri doli natyrshëm, pa peshën e zakonshme të melankolisë. Anjeza dukej se e vuri re gjithashtu, por nuk tregoi shqetësim. Duhet të ketë qenë shumë e vështirë, tha ajo butësisht. Të kujdesesh për një fëmijë të vogël vetëm, të përballesh me gjithçka. Arbeni tundi kokën duke pirë një glënjë verë. Po. Ende është, ndonjëherë. Ka momente kur ndihem plotësisht I humbur, sikur nuk di nëse po bëj zgjedhjet e duhura për të. Nga ajo që shoh, ti po bën një punë të mrekullueshme. Drita është një vajzë e lumtur, e sigurt, e dashur. Kjo nuk ndodh rastësisht. Biseda rrjedhi natyrshëm mes tyre, duke kaluar nëpër tema të ndryshme, por gjithmonë duke u kthyer te përvojat personale që I kishin formuar. Ishte kur ishin të ëmbëlsira që Anjeza ndau diçka më të thellë. Arben, a mund të tregoj diçka? Pse u mbylla kaq shumë ndër vite? Ai tundi kokën, duke I kushtuar vëmendje të plotë. Anjeza mori frym thellë, sikur po përgatitej për një zhytje në ujëra të thella. Isha e martuar. Me një burr të mrekullueshëm të quajtur Luka. U takuam në universitet, u martuam të rinj, kishim plane për gjithçka, shtëpi, fëmijë, udhëtime, një jetë të tërë së bashku. Arbeni vuri re ndryshimin në zërin e saj, më I butë, më I cenueshëm. 5 vjet më parë, ai pësoi një aksident automobilistik. Një natë me shi, një shofer tjetër I dehur në pak sekonda, gjithë jeta që kishim planifikuar u zhduk. Anjeza. Arbeni zgjati dorën për të prekur të sajën mbi tavolinë. Më vjen shumë keq. Pas kësaj, u mbylla. Fjalë për fjalë. Shita shtëpinë ku jetonim, u zhvendosa në një apartament të vogël, u zhyt në punë. Ishte më e lehtë të isha koordinatorja e rrept, gruaja që nuk përfshihet emocionalisht, sesa të përballesha me mundësinë e të ndjerit diçka dhe të humbja përsëri. Arbeni kuptoi në mënyrë të përsosur atë që ajo po përshkruante. Është sikur krijimi I një armature ishte mënyra e vetme për të mbijetuar. Saktësisht. Dhe funksionoi për vite me radhë. Derisa një mesazh I dërguar gabimisht më bëri të kujtoja se ekziston jeta përtej mbijetesës. Ata u shikuan përballë tavolinës dhe Arbeni ndjeu diçka të lëvizte mes tyre, një rrymë elektrike e hollë por e pamohueshme. Anjeza, unë. E di, ajo pëshpëriti. Edhe unë e ndjej. Arbeni u ngrit ngadalë duke I zgjatur dorën. Anjeza e pranoi dhe e la veten të tërhiqej për të qëndruar në këmbë, shumë afër tij. Për një moment, ata vetëm u shikuan, duke njohur të tjetrit të njëjtën përzierje dëshire dhe frike, shprese dhe cenueshmërie. Kur Arbeni më në fund e puthi, ishte me një butësi që I befasoi të dy. Nuk ishte një puthje e dëshpëruar apo pasionante, por diçka e thellë, e ngarkuar me të gjitha fjalët që nuk ishin thënë, me të gjitha frikërat që po kapërceheshin në atë moment. Kur u ndan, Anjeza mbështeti ballin në të tijin, sytë e saj të mbyllur. Arben, kam frikë. Edhe unë, pranoi ai. Por ndoshta kjo është ajo që ka munguar prej kaq kohësh, të ndjesh diçka që vlen frikën. Ata kaluan pjesën tjetër të natës duke biseduar në divan, Anjeza e shtrirë kundër gjoksit të Arbenit, duke ndarë histori nga martesat e tyre të mëparshme, nga njerëzit që kishin humbur, nga ëndrat që kishin dashur të varrosnin. Ishte një intimitet ndryshe, I ndërtuar mbi kuptimin e ndërsjellë të dhimbjes dhe shpresës për të filluar përsëri. Mendon se drita do ta pranoj, pyeti Anjeza, duke bërë radhë të shpërqendruar në këmishën e Arbenit. Mendoj se ajo tashmë e ka pranuar, Arbeni qeshi butësisht. Epe si të përqafon? Si flet për ty? Për të, ti tashmë je pjesë e familjes. Dhe për ty? Arbeni e puthi në majë të kokës.
Edhe për mua. Kur Anjeza u largua atë natë, ishte me premtimin se do të flisnin për atë që kishte ndodhur mes tyre, për atë që do të thoshte për të ardhmen. Arbeni qëndroi në verandë duke e vëzhguar atë të largohej nëpër rrugën e qetë, duke ndier një përzierje kënaqësie dhe ankthi. Kishte diçka të çmuar dhe të brish që po linte mes tyre, diçka që të dy e dinin se duhej të trajtohej me delikatesë. Ata kishin kaluar vite duke mbrojtur zemrat e tyre dhe tani po zgjidhnin t'i hapnin ato përsëri, me të gjitha mundësitë dhe rreziqet që kjo nënkuptonte. Të dielën në vijim, kur Anjeza mbërriti për drekën tradicionale, drita vuri re menjëherë se kishte diçka ndryshe në mënyrën si ajo dhe Arbeni shikonin njëri tjetrin, sikur mes tyre të ekzistonte një sekret i dashur. Ju jeni duke u takuar, pyeti drita drejt për drejt, në mes të drekës, duke i bërë të dy gati të mbyteshin me ushimin. Arbeni dhe Anjeza u shikuan, dhe ishte Anjeza ajo që u përgjigj, po njihemi më mirë, e dashur. Si ndihesh për këtë? Drita mendoi për një moment duke përtypur me mendim. Mendoj se është mirë. Ti e bën babin të buzëqesh më shumë. Dhe unë të dua shumë. Thjeshtësia e përgjigjes së dritës preku thellë të dy të rriturit. Për të nuk kishte komplikime apo konflikte, vetëm vëzhgimi i sinqert se Anjeza sillte gëzim në jetën e tyre. Atë pasdite, pasi drita doli të luante në kopsht, Arbeni dhe Anjeza biseduan se si të vepronin, si të ndërtonin diçka reale dhe të qëndrueshme pa nxituar procesin. Ata e dinin se kishin diçka të veçantë, por gjithashtu e dinin se u duhej kohë për të rindërtuar besimin në dashuri, në mundësinë e një të ardhmeje të përbashkët. Kemi kohë, tha Anjeza, duke ndërthurur gishtat me ata të Arbenit. Nuk kemi pse nxitojmë. Dhe për herë të parë pas vitesh, të dy ndjen se vërtet kishin kohë, se e ardhmja nuk ishte më diçka frikësuese dhe e pasigurt, por një mundësi plot premtime. Javët në vijim rrjedhën si një ëndër për Arbenin. Anjeza ishte bërë prani konstante në jetën e tyre, jo vetëm të dielave, por edhe në telefonata gjatë javës, mesazhe të natës së mirë për dritën dhe darka të rastësishme kur arrinin të përshtatnin oraret. Shtëpia dukej më e gjallë, më e plot, e mbushur me të qeshura dhe biseda që Arbeni nuk i kishte përjetuar prej kohësh. Drita kishte lulëzuar me praninë e Anjezës. Notat e saj u përmirësuan, ajo filloi të merrte pjesë aktivisht në mësime dhe madje bëri miq të rinj në shkollë. Vajza kishte gjetur te Anjeza një figurë femërore të cilës i besonte, dik me të cilën mund të fliste për gjëra që ndonjëherë ndihej e ndrojtur t'i thoshte babait. Gjatë një darke në shtëpi, Anjeza solli një dhuratë të papritur, një KYSH Golden Retriever të shpëtuar nga një streh, të cilin kishte vendosur ta adoptonte. Ky është Aaron, tha Anjeza, duke lëshuar qenushin e artë që menjëherë vrapoi drejt dritës. Mendova se ai mund të na bënte shoqëri kur të ishte këtu. Drita bërtiti nga gëzimi, duke u gjunjëzuar në dy sheme për të pritur klyshin që e mbuloi me puthje. A mund të flej në dhomën time kur të vish të vizitosh? Nëse babai yt e lejon, Anjeza buzëqeshi Arbenit, i cili vëzhgonte skenën me zemrën e shtrënguar nga emocioni. Sigurisht që mundet, u përgjigj Arbeni, por diçka brenda tij u dridh. Të shikonte dritën kaq të lumtur, kaq natyrshëm të adaptuar me praninë e Anjezës dhe tani të qenit, i solli një përzierje gëzimi dhe shqetësimi që ai nuk mund ta shpjegonte. Javën në vijim, Arbeni mori një ftesë që e kishte shtyrë prej muajsh, drek të dielën në shtëpinë e zonjës Fiona, nënës së Trendafiles dhe gjyshes së dritës. Ishte një traditë që e kishin mbajtur në mënyrë të çrregullt pas largimit të Trendafiles, por Arbeni gjithmonë ndihej i pakëndshëm në këto vizita, sikur çdo objekt në shtëpinë e vjerrës ishte një kujtesë e gjithçkaje që kishte humbur. Anjeza, tha Arbeni me hezitim gjatë një prej bisedave të tyre të natës në telefon, vjera ime më ftoi për drek të dielën. Drita shkon gjithmonë dhe unë mirë, do të doja që ti të më shoqëroje. Pati një pauzë në anën tjetër të linjës. Arben, je i sigurt? Nuk dua të shkaktoj siklet apo? Jam i sigurt, tha ai, megjithse zëri i tij nuk dukej aq bindës sa do të donte. Është e rëndësishme për mua që ti të njohësh zonjën Fiona. Dhe drita do të ishte e lumtur të kishte aty. Të dielën, ndërsa shkonin drejt shtëpisë së gjyshes në periferi të qytetit, drita bisedonte me entuziazëm në sediljen e pasme për të gjitha lodrat që donte t'i tregonte Anjezës. Arbeni drejtonte në heshtje, duart e shtrënguara në timon, duke u përpjekur të injoronte nyjen që rritej në stomakun e tij. Shtëpia e zonjës Fiona ishte pikërisht siç Trendafile kishte lënë dhomën e saj të adoleshencës, e paprekur, e ruajtur si një faltore.
kishte foto të trendafiles në të gjitha fazat e jetës të shpërndara në mobilje dhe parfumi që ajo përdorte ende impregnonte ajrin. Zonja Fiona e priti Anjezën me mirësjellje të edukuar, por Arbeni vuri re menjëherë ftohtësinë pas përshëndetjeve. Gruaja 60 vjeçare, gjithmonë e rregulluar në mënyrë të përsosur, insistonte të përmendte trendafilen në pothuajse çdo fjali, sikur donte t'i kujtonte Anjezës vazhdimisht se ajo po zinte një vend që i përkiste një personi tjetër. Trendafile e adhuronte të bënte këtë lloj sallate, tha zonja Fiona gjatë drekës, duke i shërbyer një porcion bujar Anjezës. Ajo kishte një talent të veçantë për erëzat. Arbeni gjithmonë thoshte se askush nuk gatuante si ajo. Anjeza i pranoi komentet me elegancë, por Arbeni pa tensionin që rritej në shpatullat e saj. Drita, e ndjeshme ndaj ndryshimeve të humorit të të rriturve, ishte më e qetë se zakonisht, e ndarë mes dëshirës për të përfshirë Anjezën në biseda dhe besnikërisë natyrore ndaj gjyshes. Gjyshe, a mund t'i tregoj mësueses Anjeza fotot e mamit kur ishte e vogël, pyeti Drita pafajësisht. Sigurisht, e dashur. Jam e sigurt që Anjeza do të donte të njihte më mirë trendafilen ton. Arbeni vëzhgoi Anjezën duke shfletuar albumin e fotografive, duke buzëqeshur me edukat ndaj historive që zonja Fiona tregonte për fëmijërinë e trendafiles, për ëndrat e saj, për planet që ajo dhe Arbeni kishin bërë së bashku. Me çdo foto, çdo histori, Arbeni ndihej sikur një pjesë e tij po tërhiqej pas në të kaluarën, në një jetë që nuk ekzistonte më. Kjo këtu është nga dita e dasmës së tyre, tha zonja Fiona, duke treguar një foto ku Trendafile kishte veshur fustanin e nusërisë së nënës së saj. Trendafile ishte kaq e lumtur atë ditë. Ajo gjithmonë thoshte se Arbeni ishte dashuria e jetës së saj. Anjeza mbylli albumin butësisht. Ajo ishte shumë e bukur. Dhe nga ajo që shoh, shumë e dashur. Ishte vërtet, u përgjigj zonja Fiona, vështrimi i saj u fiksua te Arbeni me një intensitet që ai e njihte mirë. Disa njerëz kanë fatin të gjejnë dashurinë e vërtet një herë në jetë. Trendafile dhe Arbeni e patën këtë. Fjalia jehoi në mendjen e Arbenit gjatë gjithë rrugës së kthimit në shtëpi. Anjeza mbeti në heshtje në sediljen e pasagjerit duke parë nga dritarja, ndërsa Drita kishte zënë gjumi në sediljen e pasme. Anjeza, për sot. Filloi Arbeni. Nuk ka pse shpjegon, tha ajo butësisht. Unë e kuptoj. Zonja Fiona ende po përpunon dhimbjen e saj dhe është natyrale që çdo ndryshim ta shohë si një kërcënim për kujtesën e vajzës. Por Arbeni e dinte se ishte më shumë se kaq. Fjalët e vjerës kishin prekur pasiguri që ai kishte provuar t'i ignoronte. Apo tradhtonte kujtesën e Trendafiles? Apo ishte egoist duke kërkuar lumturinë përsëri? A ishte Drita vërtet mirë me situatën, apo thjesht po ishte edukuar? Atë natë, pasi vuri Dritën në shtrat, Arbeni u ndjei i shqetësuar. Endi nëpër shtëpi duke vëzhguar detaje që nuk i kishte vënë re prej kohësh, foton e martesës në raftin e sallonit, objektet dekorative që Trendafile kishte zgjedhur, parfumin e saj që ende e ruante në komodinë. Ishte kur hyri në dhomën e Dritës për të kontrolluar nëse ajo ishte mirë që jeta e tij ndryshoi plotësisht. Vajza flinte thellë, por diçka ishte ndryshe në komodinën e saj. Fotoja që gjithmonë qëndronte aty, Trendafile duke mbajtur Dritën foshnjë, ishte ruajtur diskretisht në sirtar, pjesërisht e fshehur nga objekte të tjera. Arbeni ndjeu sikur toka ishte zhdukur nën këmbët e tij. Drita kishte ruajtur foton e nënës. Jo e hedhur, jo e thyer në një moment zemërimi, vetëm e ruajtur, sikur donte të bënte hapësirë për njerëz të tjerë në jetën e saj. Një val paniku e pushtoi. Po sikur ai të po detyronte një dinamik të re familjare mbi Dritën? Po sikur vajza të ndihej e detyruar të pranonte Anjezën për të mos zhgënjur baban? Po sikur ajo të po varroste kujtimet e veta të nënës për të kënaqur të rriturit rreth saj? Arbeni doli nga dhoma e Dritës dhe u mbyll në banjë, ku më në fund lejoi që lotët të dilnin. Ishte një qarje e heshtur por shkatëruese, e ngarkuar me faj, frikë dhe konfuzion. Si mund të ishte ai i lumtur kur Trendafile nuk ishte më aty? Si mund të ndërtonte një jetë të re kur ajo e mëparshmja ishte ndërprer kaq papritur? Si mund ta ekspozonte Dritën ndaj rrezikut për të humbur dikë të rëndësishëm përsëri? Orët u zvarritën derisa Arbeni më në fund mori telefonin dhe i telefonoi Anjezës. Ishte pothuajse ora 2 e mëngjesit. Arben? Ndodhi diçka, zëri i saj ishte vigjilent, i shqetësuar. Anjeza, unë duhet të flasim. Por nuk mund ta bëj tani, me Dritën këtu.
A mund të shihemi nesër pas shkollës? Sigurisht. Je mirë? Zëri yt është i çuditshëm. Arbeni mbylli syt duke ndjerë peshën e vendimit që ishte gati të merrte. Do të jem mirë. Shihemi nesër. Të nesërmen, Arbeni i kërkoi zonjës Fiona të merrte dritën nga shkolla. Gjeti Anjezën në parkingun bosh të shkollës dhe ajo vuri re menjëherë se diçka ishte thellësisht e gabuar. Arben, çfarë ndodhi? Anjeza, nuk mund të vazhdoj me këtë, fjalët dolën si një rrëfim i dhimbshëm. Mendova se mundesha, mendova se isha gati, por nuk jam. Dhe nuk mund të tërheq ty dhe dritën në këtë rëmuj emocionale. Anjeza u zbe. Për çfarë po flet? Ndodhi diçka dje në shtëpinë e vjerrës tënde? Nuk është për dje. Është për mua. Për faktin se unë ende e dua gruan time, ende ndihem sikur po e trahtoj çdo herë që jam i lumtur me ty dhe drita. Zëri i tij u thye. Drita ruajti foton e nënës në sirtar. Si të po bënte hapësirë për ty dhe kjo më të merron. Arben, fëmijët i përballojnë emocionet ndryshe nga të rriturit. Të ruash foton nuk do të thotë se ajo po harron nënën, mund të thotë se ndihet e sigurt për të. Jo, Arbeni e ndërpreu. Unë nuk mund të rrezikoj mirëqenien emocionale të vajzës sime sepse jam i hutuar për ndjenjat e mia dhe nuk është e drejtë ndaj teje të vazhdoj diçka kur nuk e di nëse ndonjëherë do të arrij të dua plotësisht, pa faj. Anjeza mbeti në heshtje për një kohë të gjatë, duke përpunuar fjalët. Kur foli, zëri i saj ishte i kontrolluar, por Arbeni mund të dëgjonte dhimbjen poshtë qetësisë. E kuptoj, tha ajo më në fund. Dhe ndoshta ke të drejtë. Ndoshta u përfshiva shumë shpejt, ndoshta e ngatërova mirënjohjen me diçka më të thellë. Arben, nuk është kjo. Arben, është në rregull. Ne të dy po përpiqeshim të shëronim plagë të vjetra dhe ndoshta e ngatëruam këtë me dashurinë e vërtetë. Ajo u kthye për të ikur, por u ndal. Vetëm një gjë të kërkoj, mos lejo që drita të mendoj se ishte faji i saj, ose se ajo bëri diçka të gabuar. Ajo nuk meriton të mbaj peshën e pasigurive tona. Arbeni vëzhgoi Anjezën duke u larguar, duke ndjerë sikur një pjesë thelbësore e vetes po i shkulte. Por në të njëjtën kohë, kishte një lehtësim shqetësues në vendim. Ishte më e lehtë të kthehej në sigurinë e dhimbjes së njohur sesa të rrezikonte cenueshmërinë e diçkaje të re. Në javët që pasuan, shkolla u bë një fushë e minuar emocionale. Anjeza u kthye në qëndrimin e saj profesional të rrept, duke përshëndetur Arbenin vetëm kur ishte e nevojshme dhe duke shmangur çdo ndërveprim personal. Arbeni u zhyt në punë, duke u ofruar vullnetarisht për aktivitete shtesë dhe duke shmangur korridoret ku e dinte se mund ta takonte. Drita ishte e para që vuri re ndryshimin. Babi, pse mësuesja Anjeza nuk vjen më për drejt në shtëpi? A është ajo e zemëruar me mua? Jo, e vogla ime. Ajo është thjesht e zënë me punë. Nuk ka asgjë të bëjë me ty. Por drita ishte shumë inteligjente për të pranuar shpjegimin. Ajo filloi të bënte pyetje në shkollë, duke kërkuar Anjezën në korridore, duke pyetur kur mund ta shihte përsëri. Mësueset raportuan se vajza ishte më e tërhequr në mësime, më pak pjesëmarrëse dhe kishte filluar të tregonte përsëri ankth në aktivitetet në grup. Anjeza, nga ana e saj, po kalonte javët më të këqija që nga humbja e Lukës. Kishte lejuar që mbrojtjet e saj të uleshin, kishte lejuar veten të ëndërronte përsëri për një familje, ishte hapur për të dashur një fëmijë që nuk ishte biologjikisht i saj. Dhe tani, heshtja e shtëpisë bosh jehoi me një vetmi që dukej edhe më e thellë pasi kishte shijuar shkurtimisht alternativën. Në mbrëmje, ajo e gjente veten duke parë telefonin, gati duke telefonuar Arbenin ose duke dërguar mesazhe dritës. Aaron, klyshi Golden Retriever, dukej se ndjente trishtimin e saj, duke qëndruar më i ngjitur pas saj, sikur mund të ofronte ndonjë ngushëllim qendsh për dhimbjen që po ndjente pronarja e tij. Ishte sikur muajt e fundit kishin qenë një ëndër nga e cilat të gjithë ishin zgjuar papritur, duke u kthyer në realitetin e ftohtë të jetëve të tyre të mëparshme. Por tani, ky realitet dukej edhe më bosh në krahasim, sikur kishin shijuar diçka të ëmbël vetëm për t'u marrë para se të mund të kënaqeshin plotësisht. 3 javë kishin kaluar që kur Arbeni i dha fund marrëdhënies me Anjezën dhe tensioni i heshtur që rrinte mbi shkollë ishte pothuajse i prekshëm. Mësuesit e tjerë vërenin formalitetin e tepruar mes tyre, por askush nuk guxonte të komentonte.
Arbeni përqendrohej në mënyrë obsesive në orët e tij të edukimit fizik, ndërsa Anjeza zhytet në raporte pedagogjike dhe takime administrative. Drita, megjithatë, nuk mund ta fshehte ndikimin e situatës. Mësueset e saj raportonin se ajo ishte më e tërhequr, më pak pjesëmarrëse dhe kishte humbur shkëlqimin në sy që e karakterizonte aq shumë muajt e fundit. Arbeni përpiqej të kompensonte me aktivitete shtesë, shëtitje të veçanta dhe vëmendje të dyfisht, por e dinte se diçka thelbësore mungonte në jetën e vajzës. Ishte gjatë një prezantimi teatror në shkollë që gjithçka ndryshoi. Drita ishte zgjedhur të ishte tregimtarja e një pjese për stinët e vitit, një rol që ajo e kishte ushtruar me entuziazëm në javët e mëparshme. Arbeni mbërriti në auditor saktësisht në kohë, duke gjetur një vend në rreshtin e tretë, krenar që shihte vajzën e tij në skenë. Kur perdet u hapën, Drita ishte pozicionuar në qendër të skenës, e veshur me një fustan të verdhë që përfaqësonte diellin. Ajo filloi të fliste me zë të qartë, duke treguar historinë e si stinët alternoheshin për të sjellë ekuilibër në boll. Gjithçka shkonte në mënyrë perfekte deri në momentin kur ajo duhej të tregonte për dimrin, stinën e letargjisë dhe ripërtëritjes. Dhe pastaj vjen dimri, filloi Drita, por zëri i saj u dridh. Kur gjërat që duam kur ato. Arbeni pa vajzën e tij duke u paralizuar në skenë, sytë duke ju mbushur me lot, fjalët duke refuzuar të dilnin. Publiku filloi të murmuriste dhe ai ishte gati të ngjitej në skenë kur pa një figurë të njohur duke lëvizur nga anët e auditorit. Anjeza ishte ngritur nga vendi i saj në rreshtin e fundit dhe po ecte diskretisht drejt një pozicioni ku Drita mund ta shihte. Kur sytë e tyre u takuan, Anjeza buzëqeshi ngrohtësisht dhe bëri një gjest të hollë, duke vendosur dorën mbi zemër dhe duke treguar Dritën. Ishte një gjuhë e heshtur që ato kishin zhvilluar gjatë muajve të bashkëjetesës. Drita mori frymë thellë, sytë e saj u fiksuan te Anjeza dhe gjeti zërin e saj përsëri, dhe pastaj vjen dimri, kur natyra pushon që lulet të reja të mund të lulëzojnë në pranverë. Sepse ndonjëherë duhet të lësh të shkojë që gjëra edhe më të bukura të mund të rriten. Fjalët dolën me një forcë dhe kuptim që t'i kalonin skenarin origjinal. Arbeni ndiu një nyje në fyt duke kuptuar se vajza e tij po fliste për shumë më tepër se sa stinët e vitit. Ajo po fliste për humbjen, për ripërtëritjen, për aftësinë për të nderuar atë që ishte humbur ndërsa hapeshin ndaj asaj që mund të vinte. Kur prezantimi përfundoi, Drita zbriti me vrap nga skena dhe vrapoi drejt për drejt te Anjeza, e cila e priti me një përqafim të ngushtë. Ti ishe e mrekullueshme, e dashur. Kur u humbe, gjete forcën për të vazhduar. Kjo është shumë guximtare. Arbeni vëzhgoi skenën disa metra larg, duke ndjerë sikur të gjitha siguritë e tij të ditëve të fundit po viheshin në pikpyetje. Kishte diçka thellësisht të gabuar në mbajtjen e Dritës dhe Anjezës të ndara kur ishte e qartë sa shumë kishin nevojë për njëra tjetrën. Mësuese Anjeza, tha Drita, ende e përqafuar me të, ti u zhduke. Më mungove. Edhe babit i mungove, edhe pse ai nuk do të flasë për këtë. Anjeza shikoi mbi kokën e Dritës dhe takoi sytë e Arbenit. Për një moment, gjithë dhimbja dhe konfuzioni i javëve të fundit kaluan mes tyre në heshtje. Pastaj Anjeza u ul për të qenë në lartësinë e Dritës. Ndonjëherë të rriturit hutohen për ndjenjat e tyre, e dashur. Por kjo nuk do të thotë se nuk ju duam. Do të thotë vetëm se na duhet kohë për të kuptuar disa gjëra. Atë natë, pasi vuri Dritën në shtrat, Arbeni qëndroi ulur në verandë duke reflektuar për atë që kishte parë. Mënyra si Anjeza kishte mbështetur instinktivisht vajzën e tij në momentin e nevojës, pa menduar për hidhërimet e saj. Mënyra si Drita kishte shkëlqyer thjesht duke ditur se Anjeza ishte aty, duke e mbështetur. Ishte atëherë që ra telefoni. Në anën tjetër të linjës ishte zonja Fiona. Arben, a mund të vish këtu? Duhet të flas me ty për disa gjëra. Toni i vjerës ishte ndryshe, më pak formal, më urgjent. Arbeni hezitoi, por diçka në zërin e saj e bëri të pranonte. I telefonoi fqinjes Ana për të qëndruar me Dritën dhe shkoi me makinë në shtëpinë e zonjës Fiona. Ajo e priti në derë me një shprehje që ai nuk mund ta deshifronte. Ulu, Arben. Kemi shumë për të folur. Salloni ishte pikërisht si gjithmonë, me fotot e trendafiles kudo, por këtë herë Arbeni nuk ndiu shtrëngimin e zakonshëm në gjoks. Në vend të kësaj, imazhet dukeshin më të buta, më pak akuzuese. Arben, filloi zonja Fiona, duke shërbyer çaj në filxhan delikate, duhet të kërkoj falje për sjelljen time të dielën e kaluar.
Nuk ishte e drejt as me ty as me Anjezën. Arbeni gati rëzoi filxhanin. Ishte gjëja e fundit që priste të dëgjonte. Zonja Fiona, ju nuk keni pse. Po, kam, ajo e ndërpreu me vendosmëri. Sepse unë kam qenë egoiste duke u përpjekur ta mbaja trëndafilen gjallë përmes vetmisë tënde. Dhe kjo nuk është e drejtë me askënd, veçanërisht me dritën. Arbeni heshti duke përpunuar fjalët. Arben, unë gjithmonë e kam ditur se një ditë ti do të dashuroje përsëri. Edhe trëndafile e dinte. Në fakt, në javët e fundit para aksidentit, ajo madje më kishte komentuar për këtë. Tha se nëse do t'i ndodhte diçka, shpresonte që ti të gjeje dikë të veçantë për të ndarë jetën dhe për të ndihmuar në kujdesin e dritës. Fjalët e goditën Arbenin si rrufeja. A e tha ajo këtë? Po, e tha. Dhe e di çfarë tjetër tha? Që shpresonte të ishte dikush që do ta donte dritën si vajzën e saj. Dikush që nuk do të përpiqej ta zëvendësonte atë, por që do të sillte formën e saj të dashurisë në jetën tuaj. Arbeni ndjeu sytë ti mbusheshin me lodh. Pse nuk ma keni thënë kur këtë më parë? Zonja Fiona pshertiu thellë. Sepse nuk isha gati ta lija trëndafilen të shkonte. Mendova se duke të mbajtur vetëm në një farë mënyre do ta mbaja atë gjallë. Por këtë javë, duke parë dritën të trishtuar, duke kuptuar se ajo kishte humbur shkëlqimin në sy, kuptova çfarë kisha bërë. Ajo u ngrit dhe shkoi te një raft, duke nxjerrë prej andej një letër të zverdhur nga koha. Trëndafile e shkroi këtë për ty, më kërkoi ta dorëzoja kur të mendoja se ishe gati të vazhdoje. Duhej ta kisha dhënë shumë kohë më parë. Arbeni përfundoi se lexuari letrën me lot që i rridhnin lirisht në fytyrë. Zonja Fiona u afrua dhe vendosi një dorë të dashur në shpatullën e tij. Anjeza është një grua e veçantë, Arben. E pash si e shikon dritën, si drita lulëzon në praninë e saj. Dhe pash si buzëqesh ti kur mendon se askush nuk po shikon. Mos lejo që frika t'ju vjedh shansin për të qenë një familje. Atë natë, Arbeni shkoi me makinë në apartamentin e Anjezës. Ishte pothuajse ora 10, por ai e dinte se duhej të fliste me të menjëherë. Trokiti në derë me zemrën që i rrite fort, duke mbajtur letrën e trëndafiles në duar. Anjeza hapi derën e befasuar, e veshur me një pijame të thjeshtë dhe me Aronin që vraponte rreth këmbëve të saj. Sytë e saj ishin të kuq, sikur ajo kishte qarë. Arben? Çfarë po bën këtu? Anjeza, kam bërë gabimin më të madh të jetës sime. A mund të hyj? Ajo hezitoi për një moment, por hapi derën. Ata u ulën në divanin e vogël të sallonit, Aroni u vendos mes tyre sikur donte të lehtësonte bisedën. Anjeza, duhet të tregoj disa gjëra. Për trëndafilen, për frikrat e mia, për atë që ndodhi vërtet. Arbeni tregoi për letrën, për bisedën me zonjën Fiona, për mënyrën si kishte lejuar frikën të qeveriste vendimet e tij. Anjeza dëgjonte në heshtje, her pas here, duke fshirë një lot që i shpëtonte. Isha aq i frikësuar se po tradhtoja kujtesën e saj sa nuk kuptova se po tradhtoja të ardhmen e saj, tha Arbeni. Trëndafile donte që unë të isha i lumtur, donte që drita të kishte një familje të plotë. Dhe unë pothuajse e hodha poshtë këtë për shkak të fajit. Arben, tha Anjeza butësisht, unë i kuptoj frikërat e tua. Unë kam të njëjtat. Çdo herë që i lejoj vetes të jem e lumtur me ju, ndihem sikur po jam e pabes kujtesës së Lukës. Por ndoshta pabesia e vërtet është të refuzosh të jetosh plotësisht. Arbeni i mori duart. Anjeza, unë të dua. Të dua siç kujdesesh për dritën, siç solle dritën përsëri në jetën tonë, siç më bëre të kujtoja se është e mundur të jesh i lumtur pa harruar ata që kemi humbur. A pranon të provojmë përsëri? Anjeza buzëqeshi përmes lotëve. Arben, unë nuk kam dalur kurrë së provuari. Edhe kur ti u largove, unë vazhdova t'ju dua të dyve. Pyetja është, je vërtet gati të ndërtosh diçka të re, duke respektuar atë që erdhi më parë? Arbeni i puthi duart. Jam gati. Dhe trëndafile e bekoi këtë. Ajo donte që unë të gjeja ty. Ata kaluan orë të tëra duke biseduar, duke planifikuar si të rindërtonin atë që kishin pothuajse humbur. Këtë herë do të ishte ndryshe. Do të ishte e vetëdijshme, e qëllimshme, e bazuar në kuptimin se të dashuroje përsëri nuk ishte një tradhti ndaj të kaluarës, por një festë e aftësisë njerëzore për të ri për të rirë.
Kur Arbeni më në fund u largua, ishte pas mesnatës, por të dy e dinin se kishin gjetur diçka që ja vlente çdo frikë, çdo pasiguri. Ata kishin gjetur një mënyrë për të nderuar të kaluarën ndërsa ndërtonin të ardhmen. 6 muaj pas pajtimit, shtëpia e Arbenit ishte transformuar plotësisht. Anjeza ishte zhvendosur gradualisht duke sjell librat e saj, bimët e saj dhe praninë e saj të ngrohtë që mbushi të gjitha qoshet bosh që kishin ekzistuar prej kohësh. Ajo që filloi si vizita të zgjatura në fundjavë evoluoi natyrshëm në një zhvendosje përfundimtare që ndodhi në mënyrë aq organike sa frymëmarrja. Drita kishte lulëzuar me praninë e Anjezës. Ajo, tani 8 vjeçe dhe shumë më e sigurt, ishte bërë dekoratorja zyrtare e hapësirës së re, duke zgjedhur ngjyrat për muret dhe pozicionimin e mobiljeve me seriozitetin e një profesionisteje. Mësuese Anjeza mendon se tavolina duket më mirë këtu pranë dritares apo në anën tjetër, pyeti Drita, duke lëvizur një karrige të vogël për të testuar pozicione të ndryshme. Anjeza buzëqeshi, duke vëzhguar për kushtimin e vajzës për të krijuar një hapësirë të përsosur. Mendoj se pranë dritares është ideale. Kështu mund të shikoj kopshtin kur të jem duke punuar në shtëpi. Dhe mund të më shohësh mua dhe babin duke luajtur jashtë, shtoi Drita, duke duar trokitur me idenë e saj. Aaron, Golden Retrieveri që ishte rritur ndjeshëm në muajt e fundit, ishte shtrirë në dyshemen e zyrës, duke mbikëqyrur punën me përtatësinë karakteristike të një qeni të lumtur dhe të kujdesur mirë. Drita kishte zhvilluar një marrëdhënie të veçantë me të, dhe Aaron ishte bërë hija e saj gjatë lojrave në kopsht. Babi, tha Drita gjatë darkës atë natë, tani që mësuesja Anjeza jeton vërtet këtu dhe Aaroni ka gjithmonë shoqëri, mendon se mund të kemi një qen tjetër? Arbeni gati u mbyt me ujin. Një qen tjetër? Drita, Aaroni tashmë jep punë mjaftueshëm. Por ai qëndron vetëm kur të gjithë shkojmë në punë dhe studiojmë, argumentoi ajo me logjikën e pagabueshme të një fëmije. Dhe zonja Fiona tha se 2 qen i bëjnë shoqëri njëri tjetrit. Anjeza dhe Arbeni u shikuan mbi tavolinë. Zonja Fiona ishte bërë një aleate entuziaste e marrëdhënies, duke vizituar rregullisht dhe duke ofruar këshilla për gjithçka, nga kopshtaria deri te edukimi i qenve. Do të mendojmë për këtë, e vogla ime, tha Anjeza me diplomaci. Ndoshta mund të flasim me veterinerin për të parë nëse Aaroni do të donte një shok. Integrimi i Anjezës në familje kishte qenë çuditërisht natyral. Ajo kishte gjetur një ekuilibër të përsosur mes të qenit, një figurë amtare për Dritën pa u përpjekur të zëvendësonte trendafilen. Fotot e nënës së Dritës vazhdonin të shpërndaheshin nëpër shtëpi, por tani ndanin hapësirë me kujtime të reja që krijoheshin çdo ditë. Gjatë netëve, kur Drita shkonte për të fjetur, ajo insistonte të thoshte natën e mirë fotos së nënës para se të përqafonte Anjezën. Natën e mirë, mami trendafile. Natën e mirë, mami Anjeza, ishte bërë rutina e saj, një mënyrë e ëmbël dhe natyrale për të nderuar si të kaluarën ashtu edhe të tashmen. Arbeni vëzhgonte këto ndërveprime me një përzierje gëzimi dhe admirimi. Drita kishte gjetur mënyrën e saj për të lundruar mes 2 realiteteve, duke krijuar një familje të zgjeruar ku të gjithë kishin vendin e tyre. Anjeza, nga ana e saj, kishte përqafuar këtë rol unik me një hijeshi që i prekte thellë zemrën. Ishte gjatë një fundjave të veçantë që Arbeni vendosi se ishte koha për të zyrtarizuar atë që tashmë jetonin çdo ditë. Ai kishte planifikuar me kujdes, me ndihmën entuziaste të Dritës dhe bashkëpunimin e zonjes Fiona. Anjeza, tha ai të shtunën në mëngjes, si thua të bëjmë një shëtitje në park? Ka kohë që nuk kemi shkuar atje. Ishte i njëjti park ku kishin kaluar shumë mëngjese gjatë muajve të parë të marrëdhënies, ku Drita vraponte me Aaronin ndërsa ata bisedonin për jetën, për ëndrat, për të ardhmen që po ndërtonin së bashku. Sigurisht, u përgjigj Anjeza, duke vënë re diçka ndryshe në zërin e Arbenit, por pa mundur të identifikonte saktësisht çfarë. Drita, a vjen me ne? Do të vi më vonë, tha Drita shpejt, duke shkëmbyer një shikim bashkëpunues me baban. Dua të përfundoj vizatimin tim më parë. Në park, ata ecën në përshtigjet familjare duke biseduar për planet për pushimet shkollore, për projektin e ri të shkencës që Drita po zhvillonte, për riparimet të vogla që donin të bënin në shtëpi. Ishte një bisedë e përditshme, plot me shqetësimet dhe gëzimet e përbashkëta të një familjeje. Ishte kur arritën në stol ku zakonisht uleshin për të vëzhguar liçenin që Arbeni u ndal pa pritur. Anjeza, kam diçka që dua të them. Ajo u kthye drejt tij, duke vënë re ndryshimin në shprehjen e tij, solemnitetin që kishte pushtuar tiparet e tij.
Në këta muaj që ti po jeton me ne, filloi Arbeni, kam kuptuar se nuk mund ta imagjinoj më jetën time, jetën tonë, pa ty ti jo vetëm që u bëre pjesë e familjes sonë. Ti e transformove atë në diçka më të plotë dhe më të lumtur nga sa e kisha imagjinuar ndonjëherë. Anjeza ndjeu zemrën ti rrite më shpejt, duke dyshuar për atë që po vinte, por pothuajse nuk guxonte ta besonte. Ti solle gëzimin përsëri në shtëpinë tonë, sigurinë për dritën, dhe për mua ti solle mundësinë për të dashuruar përsëri pa faj, për të ndërtuar një të ardhme që nderon të kaluarën pa u kufizuar prej saj. Arbeni u gjunjëzua në tokën e parkut, duke nxjerrë një kuti të vogël nga xhepi. Anjeza Meksi, a pranon të martohesh me mua? Jo për të zëvendësuar asgjë që erdhi më parë, por për të krijuar diçka të re dhe unike, që të jetë e jona. Anjeza vuri duart në fytyrë, lotët i rridhnin lirisht. Arben po. Sigurisht që po. Ishte atëherë që dëgjuan duartrokitje dhe britma që vinin nga pas pemëve. Drita u shfaq duke vrapuar, e ndjekur nga zonja Fiona, Ana, fqinja dhe disa nga mësuesit e shkollës. Aaroni vraponte pranë dritës, duke lejur me entuziazëm, sikur e kuptonte rëndësinë e momentit. Unë ndihmova të zgjedh unazën. Drita bërtiti, duke u hedhur për t'i përqafuar të dy. Dhe gjyshja Fiona tha se mund të bëj tortën e dasmës. Anjeza përqafoi dritën fort, ende në shok nga surpriza. Ju e organizuat gjithë këtë? Ishte ideja e dritës, tha zonja Fiona, duke u afruar me një buzëqeshje rrezatuese. Ajo tha se një familje e re meritonte një festë me gjithë familjen e zgjeruar. Dasma u bë 3 muaj më vonë, në një ceremoni të vogël dhe intime në kopshtin e shtëpisë që tani u përkiste të treve. Anjeza kishte veshur një fustan të thjeshtë me ngjyrë qielli blu që drita e kishte ndihmuar të zgjidhte, ndërsa Arbeni ishte elegant me një kostum gri që trendafile do ta kishte aprovuar. Drita ishte shoqëruese e nuses, duke shpërndar petale trendafili të bardhë me seriozitetin e dikujt që e merrte shumë seriozisht përgjegjësinë e saj. Aaroni kishte veshur një kravat me flutur të artë dhe u sol në mënyrë shembullore gjatë gjithë ceremonisë, përveç një momenti kur u përpoq të hante disa nga petalet që ranë në tokë. Gjatë betimeve, Anjeza tha, Arben dhe Drita, ju më mësuat se dashuria nuk duhet të jetë një zëvendësim, por mund të jetë një shtesë. Premtoj t'ju dua jo duke u përpjekur të jem dikush që nuk jam, por duke qenë versioni më i mirë i vetes sime pranë jush. Arbeni, me zërin e mbytur nga emocioni, u përgjigj, Anjeza, ti erdhe në jetën tonë përmes një mesazhi të dërguar gabimisht. Por ndoshta nuk ishte gabim. Ndoshta ishte universi që na kujtonte se ndonjëherë gjërat më të rëndësishme vijnë kur më pak i presim. Premtoj të ndërtoj me ty një familje ku e kaluara nderohet dhe e ardhmja festohet. Zonja Fiona qau gjatë gjithë ceremonisë, por ishin lot gëzimi. Më vonë, gjatë pritjes së vogël në kopsht, ajo ju afrua Anjezës. E dashur, tha ajo, duke i mbajtur duart nuses së re, trendafile do të ishte shumë e lumtur sot. Ajo gjithmonë donte që Arbeni të gjente dikë që ta donte dritën siç e do ti. Unë e dua gjithë këtë familje, u përgjigj Anjeza, duke shikuar rreth e rrotull Arbenin që luante me dritën dhe Aaronin në kopsht, mysafirët që qeshnin dhe bisedonin, jetën që kishin ndërtuar së bashku. Përfshirë edhe ju, zonja Fiona. Gruaja e moshuar buzëqeshi, më në fund në paqe me ndryshimet që kishte rezistuar për aq kohë. Dhe unë të dua edhe ty, vajza ime. Në përvjetorin e mesazhit aksidental, një vit pas dasmës, Arbeni e çoi Anjezën përsëri në stol në park ku i kishte kërkuar dorën. Drita ishte në shkollë dhe ata shfrytëzonin një pasdite të rrallë vetëm. A ke menduar ndonjëherë si do të ishte jeta jonë nëse unë nuk do ta kisha dërguar atë mesazh gabimisht, pyeti Arbeni, duke përqafuar Anjezën ndërsa vëzhgonin liçenin. Ndonjëherë e mendoj, pranoi Anjeza. Por e di çfarë mendoj. Nuk ishte gabim. Ishte zemra që fliste më fort se arsyeja, duke dërguar pikërisht mesazhin e duhur te personi i duhur. Arbeni e puthi në ball me dashuri. Ke të drejtë. Ndonjëherë gjërat më të mira në jetë vijnë të maskuara si gabime. Atë natë, në shtëpi, ndërsa Drita i tregonte Anjezës vizatimet që kishte bërë në shkollë, Arbeni vëzhgoi familjen e tij dhe ndjeu një mirënjohje të thellë. Ata kishin ndërtuar diçka unike, një familje që nderonte të kaluarën pa qenë rob i saj, që festonte të tashmen pa frikë nga e ardhmja, që kuptonte se dashuria e vërtet nuk zëvendëson, por shumë fishon.
Aaroni po flinte në këmbët e koltukut ku Anjeza lexonte një histori dritës, qeni i dytë që kishin adoptuar, një qen i vogël i rrugës i quajtur Viktor, ishte ngjitur në prerin e vajzës. Shtëpia ishte plot jetë, me të qeshura, me dashuri që rinovohej çdo ditë. Dhe atë natë, kur të gjithë shkuan për të fjetur, drita bëri lutjen e saj të zakonshme. Natën e mirë, mami Trendafile, faleminderit që na dërgove mamin Anjeza. Natën e mirë, mami Anjeza, faleminderit që qëndrove. Natën e mirë, babi, faleminderit që ishe guximtar. Arbeni dhe Anjeza u shikuan mbi kokën e dritës, duke ditur se kishin gjetur diçka të rrallë dhe të çmuar, një shans të dytë për dashuri që nderonte gjithçka që kishte ardhur më parë ndërsa ndërtonte diçka krejtësisht të re. Jeta i kishte mësuar se ndonjëherë mesazhet më të rëndësishme vijnë aksidentalisht. Ose ndoshta, siç kishte thënë Anjeza, nuk është as pak aksident. Ndoshta është zemra që gjen rrugën e saj për t'u kthyer në shtëpi. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arbenit, Anjezës dhe dritës t'ju ketë prekur zemrat. Kjo narrativ e bukur për shanset e dyta dhe familjet që formohen në mënyra të papritura na kujton se dashuria e vërtet nuk njeh kufi kohe apo rrethanash. Për të vazhduar këtë udhëtim emocional, kemi përgatitur një playlist të veçantë me histori po aq magjepsëse. Gjejeni këtu pranë duke klikuar në videon e sugjeruar. Nëse ju pëlqeu kjo histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të lini pëlqimin tuaj në video. Çdo ditë sjellim histori unike që eksplorojnë kompleksitetin e jetës dhe bukuritë e marrëdhënieve njerëzore. Mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme dhe na tregoni në komente cila pjesë e historisë ju emocionoi më shumë. Ju presim në historinë tjetër.